Sot jam këtu me linguistin Albert Nikolla, I cili është ka mbaruar për gjuhë letërsinë, Fakultetin e Gjuhë Letërsisë në këtu në Tiranë, ka punuar gazetar në disa gazeta të përditshme shqiptare dhe tashmë jeton në Belgjik, ku vazhdon të studioj për gjuhët e huaja, për gjuhën shqipe. Është një ndër linguistët pak ndryshe nga këto teoritë akademike në lidhje me gjuhën shqipe, por është origjinal, ndryshon edhe nga gjuhëtar të tjerë, cilët nëse s'bëj gabim mund t'i quaj alternativë nga teoria zyrtare, si Agron Dalipajnë, të cilin ne kishim para pak ditësh këtu në bisedë. Do ta pyesim Albertin për të gjitha këto në një bisedë të strukturuar dhe jo shumë të gjatë, dhe do të ndajmë me të realitetin e problemeve gjuhësore të gjuhës shqipe.